të rëndzenës, si që po ju thoshte zyshëtati, se ju nuk më të gjoni, 12 ju risa hati, sotë në ekskursionë do të shkojmë në një qytetë shumë të veçantë dhe të rëndësishëm të historisë tonë. Pra e kam fjallën e kam fjallën për një qytetë të rëndësishëm që i filonë emri me shkronjën në ke. Carbonara! Dakor, ju afrove, po nuk eshte. Bërë, kazinoja. Zoti fiksim që jeni largë, alternativ tjetër orke. Karaburon. Dakor, atë herë, ju afrove, po nuk eshte, se fletës dyshëtati, po juve 12 ju risa hati. Atë herë po u theme që është një qytet i rëndësishëm, filonë me ke, dhe jemi në autobus morë birë se s'kam që të bej. Filonë me ke, edhe është qyteti Skënderbejut. është Korqa e. Jo, po konjaku. Pra ma. Ku ka qytet? Dakor, alternativ tjetër, sytë ka e zyshës qohë. është Kruaja. Ullu ti gjekë gjitha. Ullu me atë. Bravo, Genckë, bravo, është Kruja, është një qytetë shumë i rëndësishëm për historinë tonë. Jam shumë e lumtur që në këto udhëtime kanë erdhur bashkë me juve dhe prindërit të tuaj, me qeni si kafshët të zgjidhura nga zinxhirët. Udhëtim të këndshëm edhe dëgjojeni zyshëtati se 12 ju risa hati. Bani edhe shënime rrugës. Asa burge fal. O babe, qa buk... Hiqe më bukën me vete se do marrë shtyrën sytron dhe jos me oba. Ume! Qa kete? Ume, boft mirë. Hajde, bukë të gjatë, shtu të magë, Bërë, usta! Ullja qikë zërë një kësaj radio, se se vdiqime. Po ti mërë ti ngele mas me jemë, kusht ka thonë ndërish mas me jemë, kusht ka thonë ngriu, ik më rrim funda nejme nga i pjesme, i ka nejme, o Genci, pa hec mërë funde gocat. Ullu merë. Ue, që kalamane. Erdhe të këty. O vedrit në syçkë. Mësë se tati, jo erdhe të këty të këndëmyçkën. Syçkën, Genckë? Po. Dakor të. Syçkat si ato të tuat. Qkat. Nuk o gjende në dynjaçke. Qka. Luma i që i ka shijuar. O Genci se më qmene bash me këtë zysh tati, që kjo këngë me syçkat. O Genci na i gjonat mo, po këno mo gjithë shokte mije, bombone. Edhe nëse s'ban, dan. Pa që unë të si. Bombon. No prak no. Bombon. Bravo. Dakor të faleminderit mamka Gencës, mbaje shënime gjatë rrugës, sepse sot është një ditë shumë e rëndësishme, sepse ne do të shikojmë pallën e Skënderbejut. Qënoj? Po që pallë e thuti me kjo pallë për vete, ma. Kjo s'ka symbol, ma. A e kupto, i duke shti pjeshk. Skandal. Po. Gjo qike, zysh tati pjeshkashe, vedëm se si pjeshke ka rëna pema. E papa. Dakor të faleminderit zoti fiksim, qke po, unë nuk kam rënga pema se jo për gjepo nuk jam në pjeshke, po jam një darë dhe vendi. Dakor, si që po thesh nja, sot është një ditë shumë e rëndësishme. Pome. Normali që ditë e rëndësishme, sepse unë e në ori, kena diçka për t'ju thonë se na i ka po gzzz. Mizmo, në trumu, o fiksim, gzzz, e kupto apo jo? O fiksim, atë t'ja thomi. Gëzë e kemi parasyshë, po na e thoje. To me thonë, unë e në ori jena lidhe pra mo. Sa bukur uaçke! Shëmbor. O, Romeo, aqitu. Aqitu fetë themëri. I sekundë sa të plaku, e kupto. Mirë zemra. I sekundë të plaku.
Here baba. Here. Qa që që the tje? E di shteti. Ore, Romeo, He baba. ku shkoj ëndra ime, Romeo? Digje une. Digje. Për koktenes digje. Ore, me ke u lidhe, që shu lidhe kështu ti? E di shteti. Ore, gjo, He baba. po të le ajo të besh mjek tjere qyq. Ajo digje e di shteti jetë keqe vllaj. Shteti, vetëm te shteti besimi, vetëm te shteti. Ore, që është kjo punë, He ore? baba. Unë të bje shko të besh mjek, ti vete me ben vjerë këtu në mes kryes mua. Po mirë, gjë këtu. Mi qëllo me plem. Qoftë se do s'ke besim, qëllo me plem, po them. He. Romeo, unë s'kam qëlluar në një me plem. Me plem. Ere, Romeo. Po mire baba. Qëllo e djalli me plem. He? Ika dhe. Ku t'vete? E të shteti baba ku t'vete. Ore, Baba. ike. Ore, ku shta ti kështu? Ike shpreja Ta unë. shteti e baba me shteti, vetëm me shteti baba. Endra ime, Romeo. Saj po të Pa, ta, po. Oj, në kuku! O, kush e ka prek me dërë të sullë të me për kryt stalë, shtë ma shtë dhe ma nga 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 shtë dhe ma kur dhe martojeni ju? Ore, ti që fletë turqisht. O baba. He. Kjo këture, se unë s'kam djallë për martuare, merë vesh ti. A që ashtu, a? Djallë la bëj mjekun. E që ploni E. të në shtë një rëpë, shtë rëpë? Tashi për tashi, babi kemi plan të bëjmë një foto dhe ta hedhim në Facebook. Sonë shumë lidhje serioze për momentin. A udon, lidhe na njerë, pasaj njena. Ua, sa bukë, pa më genci, po merë se mu nga shok të tuj, mor genci, po si s'mgjave mu, si nuk i nave njerë gjonat, nuk i nave, se më qmene, kam thonë bosi, a ku nave a restorant Durrësit, o zoti mof, o zotë më plasi shpirti në një dit me ty, mor qelë pësin, po lidhu me i femër, mor, po lidhu bo e bismillah, mos e më qmene, mor genci. Mami e ke gabim, unë protestoj. Qa do protestoj? Ere, a vaqë se në thjeve të rindë. Qa do protestos ti me ti s'ke kapi femër me dërmë, shikuri, ri me tati, me zysh tati, tati 50 vjeç beqare për veten e vetë, mër. Ore, lere. Tati do të qisim dritë ty më qelpsin, kalamo, se ma nëzive më qelpsin. O ti, zonje, lere tani qani halli mua, që vajti mberi gjysh këtu e i rrugës për në kruj, ju më toni mua ter. Baba, Lere, njes. ule që këse në radio, se ule. O shofer, këtë me të pytë kë autobuze, a shkanë për kruje? Shko në për në kruje, po. Çfarë problemi ka? A nuk shkanë për kombinata? Moje e mërë se në për kombinat, moje e mërë. Falë Vodafone, ne kemi privilegjin të shijojmë të parët çdo risi të teknologjisë, me rrjetin më të shpejtë dhe mbulimin më të gjerë 4G në të gjithë Shqipërinë. Dhe sigurisht, ndihemi akoma më mirë që jemi pjesë e rrjetit 4G më të madh në botë. Power to Shqipëria, power to you. Faleminderit Vodafone që mbështet Alpazar. Përshëndetje, Wagoni, më në fund të gjeta. Wow! Po kush je ti? Unë jam Nurja, si që kam emrin jam dhe vetë, një pjeshke vërtet. Dukesh që je pjeshk, dukesh. Po dhe ti s'ngelesh pas, jo. Qa ishte kjo? E qeshura ime, Goni. Se kështu që është ti? Po,
Ashtu, ha? Po më thuaj atëre, përse ka ardhur këtu? Unë kam ardhur se dua të bëj me famshme, se të gjithë që vinë të ty bëjnë të famshëm. Kjo është e vërtet. Bravo, po çfarë talenti ke ti? Përveç se jam një super pjeshk, si ta thash Se pak pam pa. je aq pjeshk sa Jam dhe... je aq pjeshk sa je dhe pjeshk. Po, Po, jam dhe një super këngëtare. këngëtare. Po, Ashtu? Po ditë këndosh, ku ke kënduar për të parë? kam kënduar, si s'kam Ku kënduar. ke kënduar? 2 herë në javë, pas orës 9. Po pse pas orës 9? Pse? Po, kam kënduar në dush. Ku? Në dush, Në dush këndon? Po. Po pse pas orës 9? se atëherë na vjen uji. Po mirë, më dëgjoj atëre. Përse do ti që të bëhesh e famshme? Po të më njohin të gjithë, o Goni. Pastaj, të gjej dhe unë fatin e jetës time si gjithë bota. Ashtu, ë? Po. Ose nuk e ke gjetur deri tani? Ua, po me këtë kohë që ka ardhur, mo Goni... Me çfarë? Me këtë kohë që ka ardhur. Po. Duhet që ti bësh syt 4 se ta marrin burrin a dysheku. Ashtu, ë? Po. Pse ta kanë marrë ndonjëherë burrin nga dysheku? Po jo, mo Goni, po më mirë ta parandaloj. Po, gjithsesi unë kam shumë besim te paraqitja ime. Po, jo, gjithë kjo Me pjesë muskuj barku e me Ke gjatësie. O zot, shmos mahniten çunat pas meje. Ashtu, që pyet. Po, Jepi uja ti çunit se kaptoi gjuhën njëri. Duke të parë ty. po i kuirat Goni, tik. e vërtet është. Sa më shojnë mua, ngrën kokën lart. Po pse ngre kokën lart? Po se din se unë e vras lart ndaj. Po mirë. Tani në këtë talentin tënd di të këndosh, domethënë na këndosh një këngë ta Po, dim po, se si. patjetër Goni. Po, atëre, ja. Po. Si kishë emrin, më fal? Nure. Nurja. Atëre skena për Nuren, një këngëtare, një zë i ri në skenën shqiptare e fillon në fluturimin këtu në Alpazar. Dhe një pjeshk e vërtet, Goni. Edhe një pjeshkë dhe një pjeshkë është këtu në skenë. Po, Goni. Atëre pa të dëgjojmë si këndon. E, po 15 vjetë që më desha një djallë, jam së murë, se që po desë, për të dhe amor do të më tresë, e po e kërkova, po s'ma dhanë, jam së murë, se që po desë, për të dhe amor do të më tresë. Edhe ndalon ndonjëherë, merr frym. Po, Aha, po vazhdo. e ka me pasion ndaj. Po, E po s'ma dha motra more me baban, jam së murë, se që po vdesë, për të dhe amoj do të më tresë. vazhdo, se ke këngë shumë bukur. E po s'ma dha motra more me vëllan, jam së murë, se që po vdesë, Po mirë, për të dhe... mirë, faleminderit shumë. Je pjeshkë e vërtet. Dëgjoj. Faleminderit, Goni. Po pse e vë dorën në mes kur këndon? Ua, po ndjej këngën më Goni, që jam unë? Si këto këngëtarit e sosme që duan të ekspozojnë trupit dhe linjat, unë s'dua të përfitoj nga bukuria ime. Bravo. Se s'të thash, Goni, isha një ditë me shoqen time. Gjiro, Po, kishim dalë Gjiro. ke pasur rast me fjalë. Po, kishim dalë me shoqen, po shoqja nuk është kaq e bukur sa unë. Jo, se s'ka mundësi të jetë. s'do jemi të gjithë piktur. Jo moj që pa pikturpi është dhe gjatë. Ua, mos e diskuto fare. Po? Edhe i thot njëri, ua të vdesta, si the i thash? Më falta, nuk e dija që ishte gruaja jote. Nuk i theti, Mua më merr të keqen i thash se jam një super pjesh. dukesh që je super pjeshk.
edhe je nga ato rreshkat. E goni. Shumë bukur. Tani, këndoj edhe një herë edhe ta mbyllim për sot. Pa tjetër, me Qa këngë kënaqësi. ke, apo atë prap ke? E, po 15 vjetë që mo desha një vajzë, jam së murë, se që po deshë, e po për të dhe ua moj do të më tresë. Po vete goni. Jo, të tregova rrugën, se... do i kështi se unë kam punë këtu. Mirë goni, faleminderit. Sa pjeshk që ishte. Gjithmonë në kohë fushatash, priten gjithmonë propozime, gjëra të reja, premtime, çfarë nuk do na thonë gjatë këtyre 3 muajve, ndoshta mund të jenë muajt më të lumtur për popullin shqiptar. Se politika majtas e djathtas për të fituar pushtetin, çfarë nuk do na thonë. Për shembull be fjala Erion Veliaj, përveç të tjerave që tha, patjetër Edi Rama duhet fitojë edhe një mandat tjetër që Tirana të bëhet më e bukur, më e madhe, pra ka fituar fushatën. Unë tha kam kënaqësinë që në 100 kafene në Tiranë të jepet një kafe me gjyshin, kështu do quhet. Nga ora X deri në orën X nuk e di sa e ka. Dhe kush nuk ka gjysh të vej me gjyshen. Ose kush nuk ka dhe gjyshe, për shembull vetë merr borxh një gjyshe ose gjysh, vetë pi kafen me 200 lekë. Ju e dini njëkohësisht se ne jemi vendi i dytë në Evropë për numrin e kafeneve dhe restoranteve, apo jo? Po të kthehemi tek ajo që tha vetë kryetari i bashkisë. Pra kafe 200 lekë, një kafe me gjyshin. Kafen, me të fort me pak sheqer të më gëtë zemrën se pa më këputet. Kafen. T'ju bëj një kafe? Jemi, kemi nga një kafe. Urdhro të pish një kafe me neve se kemi misafir. Do të vish. Një kafe me ajkë, si që është do bësie, profesor. Ju faleminderit. E po, për të mira në gëzime. Rastëm të të rinjve, mirë se keni ardhë. Me ajkë, Sandë, me ajkë, si që më përqenë mua. Të thasho, profesor? Për të mira në gëzime. Të vështë të mirë, po përmbyshe atë filxanë, profesor. Vërtet dini që shikoni filxanë? Ma kalojnë gjyshja me amanet sekretin. Përmbyshe edhe ti e mos undaj nga shoqëria. Jo, s'ka nevojë, e di fatin. Pa tjetër që veshin në këto ditë duhet të ketë rënë, pra duhet keni dëgjuar një emër të shquar. George Soros është multimilioner që ka krijuar në shumë vende të botës fondacione, po me këtë emër, për të ndihmuar zhvillimin e demokracisë në vendet e botës së tretë, ashtu sikur se kemi qenë, jemi të themi akoma, edhe ne, dhe një fondacion i tillë ka investuar patjetër në politikën shqiptare, në drejtsinë shqiptare me miliona. Sorosi dhe politikanë shqiptarë. Fal George Sorosit dhe fal fondacionit Soros në Tiranë është bërë i mundur transformimi i infrastrukturës së shkollave tona. Në 25 janar të 2008-s, ish kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar një takim me George Soros në Davos të Zvicrës. Në njoftimin e kryeministrisë, Soros konsideroi si mik i madh i shqiptarëve. Kjo reformë e dirizuar nga krye spekulanti i botës, nga krye mafiosi George Soros, në emër të Edi Ramës dhe për Edi Ramën. 9 vjet më parë, në 25 janar të 2008-s, Sali Berisha e shpallte George Soros, mik të madh të Shqipërisë dhe shqiptarëve, ndërsa sot e konsideron si rrezik për kombin shqiptar. A është Lulzim Basha i pavarur dhe i pakapur nga George Soros? Po sigurisht që po. Në qoftë se Sorosi ka besim tek ti mos ki besim tek Sorosi, se kjo do të shërbej gjithë jetën. Në 6 dhjetor të 2014-s, George Soros ka zhvilluar një vizitë në Tiranë. E gjatë kësaj vizite, ai ka zhvilluar një takim me kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Pak a shumë kuptua moralin e politikës dhe politikanëve shqiptar. Njerëz, nxirini në pension këta njerëz. Por, pyetëm e qytetarët, a e njihnin Sorosin dhe ndikimi i tij në Shqipëri? Ja çfarë përgjigjesh kemi marrë. Shqipëria kaloi një epidemi gripi. Tani ka rënë epidemia Soros. Përse Ministria e Shëndetësisë nuk e ka hedhur në treg vaksinën? Që t'i shiten një ilaçet që kanë nëpër farmaci, se s'ka mundësi. Po mirë, nëse e nxjerrë në treg ju do ta përdorni vaksinën? Po, nëse kushton pak. Nga ndër korrupsioni zhujë.
Prandaj nuk ka. Po nëse eth juve do ta përdorni? Unë jo, për moshën e kam se përdor. Po si do pranosh të jetosh me këtë epidemi? Çfarë do bëj, s'kam të bëj tjetër. Unë pensionist jam. Se ka hedhur në treg se do të zgjedh përfitime nga ajo. Po mirë, nëse eth në treg juve do ta përdorni këtë vaksinë? Ku dim se sa sigurt është, po pas ditë sa sigurt është, nuk mund ta përdorish. Është kjo epidemia e re, epidemia Soros. Dhe ata nuk e nxjerrin vaksinën. Po duhet nxjerr vaksinë, të vaksinojnë njerëzit. Po ti zëri qartë do vdesin, vetëm se nuk do. Po mirë, nëse e nxjerr vaksinën në treg juve do ta përdorni vaksinën? Edhe ata duhet ta bëjmë. Ministria e Shëndetësisë nuk nxjerr vaksinën. Pse nuk e nxjerr vaksinën? Se i kanë marrë parat për vete. Unë s'kam besim fare, mua më janë bërë fobi bluzat e bardha. Një falënderim shkon për dyqanin Belintex, i cili mundëson kostumografi në Alpazar. Belintex ndodhet në Tiranë në adresën Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Gjegjfisht, Akulla 4, kati 2, Belintex. Kape shpejt, kape lirë. Mund ta keni lexuar, mund edhe ta keni parë në për filma e tjera, se nuk mund të them që e keni provuar, po është një situatë tetë komike. Jo se nuk ndodhë, ose jo se nuk ka ndodhur. Pas pak krevati. Zemër me si e kisha pritur këtë qast. Edhe unë shpirt. Ke pak emocione, e? Kam shumë, jo pak emocione kam shumë. Edhe unë kam. A iku e nga shpia? Po, iku. Iku? Po. E sigurt? Shumë e sigurt. Pas nesër vjen do me thëmë, po ti rinë si shpitë tënde. Shala bia avioni, shala. Rinë si shpitë tënde. Ashtu? Po. Shpia ti ju, sa e bukur je. Kjo vetu. Kjo buzë të rëndafilti. Kjo guqi bukur. I që dorë sa ku të lisem. Zilja. Kush është? Ndoj një komshi dojet, po do mendoj që si jemi këtu do i ki prapë. Si komshi? Komshi. Shpit. I shive njerë shpit, të lutem kush. Buri, ku buri? Si buri? Ku buri? Buri! Që buri ku mëj? Buri, ku buri? Ku të futem? Qa ka ti e ke shpin, mëj? Ka ti e ke shpin? Kati 7 se do i dhe? Kati 7? Po, ja. Ashtu e gjithë të bëni shpin, kati 7? Ja, ku ta them, po, hodhe s'kam për të haruar sa të kemi jetën. Ku të hidhe, mëj? Ti se jo se fori! Nuk hidhem do të, mëj? Ore, ti ignorant është e dera, erdi fshiu. Nuk hidhem do të se, mëj? Pse, ore? Se s'me mba bëtha. Ua, që ignorant? Si, shpit, aty ishte akoma, djo, ka 3 zgjidhje e para, o të fshijem në krevat, do t'gjoj ato, ose të fshijem pas dollapit, ose në balkon. Qa të bëj, ku të futem? Idhu nga balkoni të shpëtoj të dy. Në hotel, mo, shdo në shpi, mo, që morë në qafë, moj. Idhu në balkoni. Djo, kush kuzhina? Aty është kuzhina? Ke mjellë kuzhina? Kam. Mjellë të mirë? Nuk, Prit. Po. Qa të bëj? Hajde, ëngër të veremi, hajde. Do bëjmë skulptur. Jo, smak, këtu, prit. Këtu. Jo, këtu. Aty. Jo, hapet der. Ua, zemër si kur ta dia. Ua. A më shpirë? Dhe gja. Zjova nga gjumi? Jo, isha në dush, nuk e të gjova zile. Ja, ku po ta them përfundimisht, unë nuk ri do të pa ty. Po. Pati një defekt avioni edhe... Ashtu, a? Zemër, sa mori malli. Skulptur, e blevat e Sabriu. Zemër.
Skulptur. Po, shpirtën. Sa më mori malli. Era burr. Wow, po, era jote. Idiot, sa naivshë je. Era ime. Po. Do m'japësh një birrë? Do të hash në një gjë? Hajde u lullu. Jo, është vonë, doja të pija një birrë në fakt. Po, pse nuk bën një dush më mirë? Dua një birrë. Po, bën një dush të vockën. Dush! Një birrë të vockën. Po, bën një dush, pra. Po, bjerë një birrë, pra. Ta si hëllun. Do me thënë kjo paska dashnar. Atëherë, njësh, në qofë se dashnori është më qef mrapa krevatit. Dysh, fix, në qofë se është më qef në balkon. X, jo. X qofë se është në dolap. Alo, vedi 50.000 lekë dysh, dashnori në balkon. Faleminderit. Shpirt, erdha unë. Në zemë. Po. E pim këtu në krevat më mirë se në tje më ra. Po, se na shijon më shumë, hajde. Po, shpirtim. Hajde, mere? Zemra ime. Që më kishe sa marrë më mori malli, malli mua për ty. Ndo një masë në balkon do jetë. Qa ishte? Ndo një masë në balkon. Pirë s'ka si Luan? E ta një zemër, kujtim në këto gjëra. Rëndësi ka që jemi bashkë. Shpirt. Fliti zemër, se unë po shoh pak televizor. Po fliti më mirë se je I lodhur. Po jo, se unë a shu flet, duke par televizor. Flit. Ashtu, a? Po, fli shpirt. E mirë. Po fle, po. Do ma fikër dhe I qik dritën? Natën, zemër. Natën, shpirt. Si e? Ama si e? Qa ke ftot? Po pse dridhesh? Pse dridhesh? Kam frikë. Rimo mirë, ule këmbën, ule. Na, pje I birë. Rafsh. Na ta edhe këte se mos kesh ftot. Po sa ke që rri këtu, më? Që në ke burri mirë o burri jotë. I mirë jam, I mirë. Sa ke që rrit pyta? Kam një 3 orë, mos e pjot në grifë. 3 orë. O, na u lodhe ti me 3 orë? Vdisha, ma. Më falë. Më falë se e në shpinë tënde, më falë. Po do na lodhesh gruan, mu? Qa, e shzonjë grua. Unë habitem si traton ty njerë ti, goqa djarë. Jo, goqa djarë jam, po. Imagjino me 3 orë si u bëre. Ha, morizi, ha. Ta dish ti që ky burë këtu, po? Ka ndjetur të Isa Briu që t'ka bler ajo ty, 3 ditë si statuj. Ky burë këtu. Edhe nuk më dha njëri për të ngrënë asgjë. Fare? Hajde gëzuar. Hajde gëzuar.